Opinion nga Liz Bukuroca. Për sa ditë arrin ushtria e Kosovës në Nish, ose si ndihmohet Serbia në mediat publike? Sun Tzu, generali kinez, strategu ushtarak dhe filozof i lindur rreth vitit 544 dhe i vdekur rreth vitit 496 para Krishtit, në librin që i atribuohet Arti i luftës, thot: "Mjeshtëria më e madhe në luftë është të mposhtësh armikun pa e ngritur shpatën. E si, me luftë psikologjike, e frikson dhe e demotivon që të dorëzohet apo aratiset para se të fillojë lufta." Gjatë luftës së dytë botërore përdorej tokë fjalëshi luftë psikologjike, në Vietnam quhej PSYPO, Psychological Operations. Ato operacione psikologjike kanë për detyrë të përhapin informacione të përzgjedhura dhe t'i dërgojnë mesazhe armikut për të ndikuar në emocionet e tij. Ky është përkufizimi i përdorur në doktrinat ushtarake dhe dokumentet e tjera të NATO-s. Atë doktrinë përdorin SBA-ja dhe NATO-ja. Rusia e ka bërë gjithmonë dhe sot e bën Putini me kërcënime se do ta përdor bombën atomike. E përdor shpesh edhe Trumpi, i cili fiton pas sulmuar fare. Serbia e ka bërë vazhdimisht kundër të gjithëve në ish Jugosllavi, edhe ndaj fqinjve. Sot në Kosovë kjo bëhet përmes mediave shqiptare. Sa herë keni dëgjuar analistët e pasur, moderator të pasur e gazetar të pasur që thonë se brenda ditës do të ikim në Kukës. Në fakt ata tregojnë vetëm se si do të vepronin vetë, por nuk mund ta dinë kurrë se çfarë nuk do bëjnë të tjerët, se Serbia brenda pak orësh mund të jetë në Prishtinë, se ajo ka shumë armatim, se ne nuk mund të bëjmë asgjë. Armatimi që po blejmë nuk na ndihmon fare, Serbia është shumë e fortë, apo siç tha Ramushi, se lufta ka mu ba vetëm në Kosovë, jo në Serbi, se Albin Kurti që nga biri Putinit dhe që NATO pas ka ushtrinë në Aviano shumë larg Kosovës. Thua se NATO në vitin 1999 e kishte qendrën ushtarake në Çakor, apo Ramushi. Lufta psikologjike për të zhbërë çdo lloj rezistence vazhdon edhe sot, duke pasur këforin brenda. Kjo luftë ngjan asaj të viteve 90 kur thuaj se ushtria e Jugosllavisë ishte ndër më të fortat në Europë. Disa ndoshta janë të mashtruar, disa e bëjnë nga frika, disa sepse paguajnë, disa sepse e vjedhin Kosovën muaj për muaj si veteran, disa sepse janë të përfshirë në mbi 250 kallëzime penale të dorëzuara nga 11 ministri në prokurori, por asnjëherë të shqyrtuara. Pastaj çirren pse gjykata në Hag. Nëse në secilën nga ato 250 kallëzime janë të përfshirë nga 4 veta, politikan, moderator, gazetar dhe analist të pasur, atëherë shumë lehtë shpjegohet histeria e tyre kundër shtetit ligjor. Aty gjenden së paku 1000 veta që ndihen të detyruar ta luftojnë shtetin funksional. Çfarë është e rëndësishme për armikun? Të trishtojë një popull para se të mashojë, që rezistenca të jetë shumë e dobët ose fare, të arratiset. Ky narrativ është kryesisht pro-serb, i nxitur nga bija dhe përsëritet nga njerëz me njohuri të pakta, militant të opozitës, agjent serb dhe nga hyjvanati i Kosovës. Qëllimi është i qartë, të trishtoj popullin para se të nisë sulmi. Kjo është lufta psikologjike që propagandohet tash e shumë vite. Serbisë ju lako për ta zhdukur UÇK-n, madje edhe amerikanët në fillim e quajtën atë terroriste, por Serbia nuk ja doli, ashtu si Rusia që provoi për 20 vjet në Afganistan dhe u detyrua të tërhiqej. Më pas e provoi perëndimi dhe ai dështoi po ashtu. Populli që e doli ri nuk mund të zhduket. UD-bashve duhet shtruar vetëm kjo pyetje: pse fitoi Skënderbeu 25 vjet kundër perandorisë më të fuqishme të kohës? Sepse ishim trima? Është e kuptueshme që shumica zgjedh të mbijetojë. Historia çdo kombi e dëshmon. Nuk është shumica ajo që flijohet, por pakica që guxon. Nuk do çdo njeri të bëhet hero, si nuk u bë asnjë nga këta analistë të zjarrt dhe patriot agresiv nëpër debate. Serbia ka pasur dikur 160.000 ushtarë të stacionuar në Kosovë dhe megjithatë UÇK-ja i bëri rezistencë derisa ndërhyri NATO. Nëse UÇK-ja do të ishte mposhtur, NATO nuk do të kishte ndërhyrë. Sot Serbia ka 28.000 ushtarë aktiv. Gjatë konfliktit kishte 16 herë më shumë trupa se sa UÇK-ja. Aktualisht ka rreth 2,5 herë më shumë. Prandaj mos e nënversoni forcën tonë. Përballë 28.000 ushtarëve serb, me rreth 10.000 forca aktive dhe armatimin që disponojmë sot, brenda disa javësh mund të arrijmë deri në Nish. Kjo duhet i thuhet popullit, jo të mbillet frika. Pse e them unë këtë? Sepse serbët nuk janë në thelb popull luftarak. Shumicën e krimeve ndaj popujve të ish Jugosllavisë i kanë shkaktuar për shkak të epërsisë tepër të madhe ushtarake të plaçkitur nga Jugosllavia. Kanë luftuar kundër qytetarëve të paarmatosur, si në Srebrenicë, si në Rečak e shumë masakra të tjera nëpër Kosovë. Ushtria serbe qysh nga themelimi i shtetit serb ka treguar trimëri duke masakruar civil, gra, fëmijë, plaga e pleq. Shteti serb qysh nga themelimi është shtet terrorist. Kundërshtar të vetëm real dhe të fuqishëm të Serbisë
kanë qenë Gjermania dhe NATO. Popullit në rrezik i jepet guxim, jo qindra arsye për të ikur, siç e bën UD-bashët. Kosovës i duhen disa mira dron që arrin deri në Beograd, dhe atëherë Serbia do të ndalë kërcënimet për gjithmonë. Serbia humbi luftën në Baj. Sot nuk bëhet fjalë për forca shqiptare të paorganizuara me Kalashnikov. Kemi ushtri të servitur dhe të armatosur, polici dhe struktura të rendit që din të mbajnë pozitat dhe të marshojnë në Serbi. Nëse Kurti po rrezikon luftën sepse nuk ka kur gja për me hup, atëherë pse Ramush ti e nisi luftën dhe rrezikove 20.000 gra, mbi 10.000 të vrarë dhe gjysmën e popullsisë të dëbuar, me rreth 1 milion njerëz të humbur për gjithmonë në perëndim. Ti luftove Ramush kur ishe i varfër, sot nuk lufton më, sepse je bërë shumë i pasur. Për kontributin tënd, populli të shpërbleu dhe të nderoj me poste të ndryshme, por ti e vodha dheun tënd në mënyra të ndryshme. Ti Ramush nuk ishe biri i Jelcinit kur e mbroje Kosovën, as Albin Kurti nuk është biri i Putinit sot kur e mbron. Megjithatë, me deklaratat dhe propagandën tënde dhe të disa gazetarëve, po i shërbeni interesave serbe. Pse Ramush? Pse e ndihmon ti Bian me luftë psikologjike? Çfarë është lufta psikologjike sipas ekspertëve ushtarak amerikan? Cilat nga Army University Press, Kosova pati fat që kishte njerëz të guximshëm për të ngritur në luftë kundër një ushtrie qindra herë më të përgatitur dhe të armatosur, por fatkeqësia ishte se pas luftës, pushtetin e morën mediokritete, ignorant, UD-bashë dhe arrivist. Guximi duhet në luftë, dija në paqe. Ata kishin shumë dëshirë, po tepër pak dije, prandaj arritën të pasuroheshin vetë, por jo të ndërtonin një shtet të drejtë për popullin. Ata ndërtuan një shtet fisnor dhe privat, dhe populli i voton edhe sot, ata rënues të shtetit ligjor, me deputet rrugaqë dhe kriminal. Kur ta lexojnë atë titull, njerëzit e ndikuar nga lufta psikologjike serbe do të turfullojnë hundët ose do të buzëqeshin me ironi. Ata që reagojnë ashtu janë praktikisht viktima të propagandës së BIA serbe, e shpërndar përmes mediave shqiptare. Dhe një pyetje në fund, se të gjithë ata që akuzohen për bashkëpunim me Serbinë janë njerëz shumë të pasur.